bëjnë nervoz, do të ri. Adin se edhe s'po kom nerva për të me lezu dhe mesazhe do që për shkurin tash bo hap që kërë jeti kush do, po bo tash i mesëm, i dishëm. Nuk e me knaqen me këta të rrit, nuk e di ku kanë marrë këtë forcë, ku pigjojnë këtë vullnet më shprej aq kes për ushtarët e ushtrisë legjimtare të Kosovës. Nuk e di kush ka ndiku kaq fort me bind këtë rini, i shon në për Facebook, në për do ashtu shumë po shprehen kes. Është rënd për ne. E shoh Kosovën të lirë. Kjo për mu është e vetë me kënaqësi. O bo shumë, o ndërtu shumë. Tash pianisi për fshatit tem me pa ardhë, me pa fshatin tem, mas luft të kisha thonë, mo këtu, nuk e jeton, kurkush, kretë rafsh, zdo gjonë rafsh. As toka së konë metë pa u djekë. Me shku të ashtu, kur të s'ka pas luft. Ashtu qytetet, ashtu zhvillimi, rrugët, gjitha. Nuk po thëmë si jemi kënaqen me gjitha se njerëve gjithmonë ka që mirë ma mirë, shumë ma shumë, ashtu po mirë. Se si shtet i ri, me pas kujdes, mu trajtu gjonat, mu trajtu njerëz, se me thonë të vërtetën, njerëz të luftës nuk janë të kënaqur, nuk janë trajtu që duhet, se ohini propagandë e kanë rritë, që me thonë, e kanë frymzu atë bindje të popullatës si nuk e në tonë këtë luftarë, është të numëri, apo është e tepërt kjo shka ka bëhat, edhe nëse ka depërtu në jo, çdo kush ka dhonë atë kontributin e vetë. Çdo kush ka dhonë kontributin e vetë mbrënda mundësive. Po, një propagandë, jo, janë bo shumë treshëm, jo, këne, jo, shtu. Kanë metë ushtarët plagosën, nuk trajtohen që shduhet. Mo propaga mes vetim hisë, si s'ka kush kanë ma poshtë, ma. Na kem pas kontakt me ushtarët të Kroacisë, kur vinë ata, vizitojnë. Është merë me krazu ato tyne me tonë. Jo veçone, po nuk di, aj që ka ndjenja pak, që ka ndjenja njerëzore, që ka shpirtin e insani, shpirtin e shqiptarit, nuk e njën vetën mirën këtë situatë. Nuk e njën vetë. Pej Fatmirit Limsi, pej Ramushit i grupit aty në pa ndërprej. Do thëtë kjo o ka bëhet, po nuk për ditë është Evropa, njën na kem një vetën mirë që në animoj Evropa për shlirim. Në anën tjetër, akuzohen njerëz të luftës, njerëz që kanë bo mundin, e kanë organizu, e kanë udhes luftën, edhe o të rëgu sukses në ato mranda mundësive, sot ata më gjyku, kurse aj kryesori që ka bon dhunë e masakër e ato, ata jetojnë liri. Nuk gjykuan, një gjyku ka pak, ashtu, po qëfar të meri kanë bon, qëfar dhunë, qëfar masakra bon në këtë vend për tyne, nuk është në nivel me këto që për bon e prorëve tonë, njerëzve që kanë dhonë gjitha ato që kanë mujtë me bo për vend vetën. Sot dënohen, besa dhe maltretohen, se pa drejta ty ju bo. Edhe me thonë të vërtetën, nësë jem të nashën heqë. Nuk e në të nashën, ja hudhim pak fajnë vetit, ja vete kena specialin, e kena ashtu, kena mënu se e dhe të bëhat në Kosovë, dhe të bëhat mirë ma drejtë, mirë ma të regullë, që me konë edhe njëzë tonë, me mu angazhu në ato, nuk për di. Për zotën, ka herë më bojnë nervës do, nuk për di, më bojnë nervës do të ri,
adin se edhe s'po kom nerva për të me lezu dhe mesazhe do që për shkurin tash bo hap që kërë jeti kush do, po bo tash i mesëm, i dishëm. Nuk e me knaqen me këta të rritë, nuk e di ku kanë marrë këtë forës, ku pigjojnë këtë vullnet më shprej aq kesë për ushtarët e ushtrisë legjimtare të Kosovës. Nuk e di ku e gjojnë këtë forës. A ka gjë ma rëndë se me njerëzit që kanë lënë gjitha, i kanë lënë me dhënë jetën për lirinë e sodit që e gëzojnë të rritë. A ka gjë ma kiamet me folë sot për ato. Po nuk e di ku pigjojnë këtë forës. Vjekes shumë. Allah du të me vedesu, rinia bile, du të me vedesu pak, se shumë, po më duket ne jam rrugë gabueshme. Nuk e di kush ka ndiku kaq fort me bind këtë rini, i shon në për Facebook, në për do ashtu shumë po shprehen keq. Është rënd për ne.